Petët vetëm medalja e artë. Boksierja kosovare Donjeta Sadiku ka siguruar medaljen e parë për Kosovën në lojrat mesdhetare Taranto 2026. Sadiku e ka mposhtur boksierin turke Esma Nurlog, duke siguruar medaljen e bronzë, por synimi i saj mbetet shumë më i madh, medalja e artë. Pas fitores, Sadiku ka thënë se meçi ka shkuar pikërisht sipas planit të përgatitur së bashku me trajnerin e saj, Mariola Sallauka. Megjithatë, boksierja kosovare ka bërë të qartë se medalja e bronzë nuk e kënaq plotësisht, pasi ajo në Taranto ka udhëtuar me synimin për ta fituar medaljen e artë dhe për ta dëgjuar himnin e Kosovës. Meçi ka shku ashtu siç e kena planifikuar së bashku me trajnerin tim Mariola Sallauka, cilën e falenderoj shumë. Po ashtu e falenderoj gjithë sportistët e tjerë dhe gjithë komunitetin e Kosovës që kanë qenë në sallë, cilët më kanë japë një mbështetje shumë të madhe dhe kanë qenë një shtytje shumë e madhe për mua. Unë e kom marrë këtu për një synim tjetër që me siguru medaljen e artë, kështu që nuk pikzona shumë kësaj medalje. Synimi jam dhe qëllimi jam është që të ndëgjohet himni këtu në Taranto. Sadiku tutje tha se ka qenë e vetëdijshme për formën e mirë në të cilën ndodhet dhe për këtë arsye nuk ka ndjerë presion para paraqitjes së saj. Se kam dinë çfarë forme të mirë jam dhe kam prit një rezultat tillë, kam thonë edhe më herën në Kosovë që kam u nis vetëm me një qëllim që me siguru vetëm medaljen e artë. Donjeta Sadiku do ta zhvillojë meçin e radhës me 26 gusht, ku do të përballet me boksierin greke Sofia Legaki. Boksieres kosovare i nevojitet edhe një fitore për t'u afruar edhe më shumë synimit të saj për medaljen e artë në Taranto.